me thonë, si kur një parti, një antar i partijës, jo, merë vendimin. Sepse nëse të parti politike ku dikush arzohet me drogë, me hajni, ka pas distancim. Zoti Dugolli. Partia politike distancimin ne kemi qatë. Se nuk është shpall. Mos nuk është shpall. Ai një distancu për Rozeta Hajdarit. Ai një distancu për Inagrim Krasniqin. Nuk jeni distancu që keni mbrojt. Harroj këtë temë. Ideja është mos i hap shumë tema. Vendim. Se s'ka qeveria me është krahasimore kjo. Mora se thash Po për terrorizëm me duke vol. Për korrupsion afu e kemi Kjo relativizimi është i frikshëm. Relativizimi është i frikshëm. Çka i ka Zoti relativizimi i sulmit i agresionit është i frikshëm. Partia politike e regjistruar në KQZ nuk mundet më shpall antiligjore terroriste me vendim qeveristik, këtë e ditë shumë mirë. A di për shkak? Me vendim të kuj? Po se verna brigada në keni shpall. Se verna brigada. Ka qenë regjistruar si organizat. Organizata dalën prej partisë politike. I bëni vetëm proceduralisht është problem. Proceduralisht, po të varej nga qeveria. Kush të linkë që në shpall terroriste nisën serbe në Kosovë? Po ndëgjë, e shpall një proces gjyqësor, mi bazë me pastaj. Jo, gabim totalisht. Prokuria nuk është tu jetu lisën serbe. Prokuria tu jetu individ me emën e mbiemën. Filen Fisteki. Ata e tu akuzuar tu. Ka argumente të mjaftueshme. Kjo me një parti politike. Parti politike merr vendim ekzekutivi, qeveria, kryeministri me pas guxim. Me dosh me luftu me të vërtet lisën serbe. Del merr vendim, thot lista serbe është organizuar terroriste. Për ket. Edhe ai vendim asanaj, le ta ndihmojmë procedura gjyqësore. Atëherë merr vendim. Do ta gjykoni do ta gjykoni qeverinë si arbitrare që po e shkel ligjet dhe kushtetutën. Sepse po cili ligj më shkel? Sepse po s'ka ligj më shkel. Jo, dëgjoj. Po çu kena shpallë organizatë turiste ndërkombëtare? Si kena shpallë me gjykata apo me vendim qeverisë? Sepse ekziston një procedurë që ka kalu, për shembull. Ka pas procedurë për këtë organizatë që kena shpallë terroriste. Asnjë procedurë. Argumente duhet të bëhet edhe organizatat që janë regjistruara. Ja 5 vjet u marrë me studiu juridik. E vërtetë është. Edhe je marrë me këtë çështje. Është absurde me thonë që duhet me zhvillu petim prokuroria e me marrë vendim gjykata. Jo, për një subjekt politik. Po subjekti juridik nuk ka lëndë penale për subjekt juridik. Lëndë penale ka vetëm për person përveçëm, Lëndë Fisteki. Lëndë penale s'ka person juridik. Është harrome kjo puna. Ata udhëhet i ki ata në këtë akuzë. Prokuria ka merret me ta. Okej, për subjektin politik Okej, vetëm pak. Kod penal, as kod procedurës penale. Zona Hajdari e kërkoi fjalën, vetëm pak. Zona Hajdari ka kërkuar fjalën. Duhet që edhe reagimi është ndoshta par nga ana tjetër e medaljes, nga faqja tjetër. Mos është që vetëvendosis i vyn i nevojitet një situatë, një listë serbe për ta fajsuar, për ta krijuar një situatë tjetër politike edhe për të thënë që ne jemi këtu, ky është kanceri, këta po sorrollato rreth kancerit. Unë konsideroj që lista serbe do duhet të ishte problem për secilin subjekt politik, sepse ka probleme bazike sa i përket organizimit si strukturë politike edhe çndrimeve të saj në raport me Republikën e Kosovës, sepse ata nuk e njohin shtetin e Kosovës. Për të kësaj angazhohen çdo ditë në shumë fusha për të minuar demokracinë, për të mos lënë zhvillimin tutit Republikës Kosovës në secilën pore, do me thënë ndërgjegja atyre ka qenë deri në pikën ku në rregull është gjithçka. Nëse s'kam pas ndjesi dhe empati njerëzore, si qenje njerëzore, për me ngrin kam, kur majt 1 minutë heshje për 1432 fëmijët e vrarë në Kosovë, nuk ju në qunë kam asë për qatë rast, e konsideroj që nuk do të me u pagu për i bugjetit Kosovës edhe rjedhe me do të me u shpërbër, si grup politik, si organizat terroriste, qysh do që shte qunë, edhe të lutem se nuk e bona zhurmusin sa folje të majtë e monolog, të lutem Një falë përfundoj e konsideroj tendenca me relativizu agresionin shtetror, sepse armatimi i përdorur në banë ka qenë armatimi i fundit i ardhur nga Serbia, do të thotë nuk kanë qenë vetëm ata individ, edhe me krahasu tashmë me një individ që është marrë me narkotik, një tjetër që merret me bigjoz ose një tjetër atje që merret me vepra penale që ju e njihni më mirë, edhe me konsideru të njëjtë, e konsiderojmë
Favori ja bën ai që se shpo terroristë. Jo, nuk mundesh ti si subjekt politik me shpa. Organet e rendit të drejtësisë. Nuk mund na me të rrugë këto se profesorët e mi fakultetit që të